Qeveria Albin Kurtit nuk i ka ndihmu asnjë veteran me që më shëru, me që më bojnë, edhe me në ndihmu si organizatë veteran luftës. Qeveria Albin Kurtit as ligjin për vlerat luftës nuk do me një për me bo një ligjin për vlerat luftës. Edhe ne kemi orë këtë mendim, jo që jemi në kundër përvasisë, jo që jemi... Kemi doshtë mi shënu vetë. Na vetëm kemi thonë, ne nuk do të hymë në këshillin organizativ të qeverisë, nuk do të jamojmë zhogin qeverisë. U kesë interpretu në disa raste që s'po dëni me festuja. Po, është e vërtit, jenë mundu, sidomos Ramaboja, disa tjerë që kanë doshtë të dramatizojnë edhe opinionin edhe apo qytetarët, jenë mundu bujnë përqami atë veteran, po s'mujti me arrita qëllim, folë zotin veteran në vedishëm edhe kanë kuptu punën tonë. Kjo analisti Sadri Ramaboja, po. Unë i kom bazuar ftesë publike. Cila është tema e tina më përzit e veteran? Po, e se atë natë ka qenë temë tabu që thash vendimi ju një organizatës së në gjitha televizionin të Kosovës, ka qenë. Edhe tani unë jem lidhë në televizion Duhaxhinit edhe kam sqaruar shumë mirë. Ne jemi kundër qeverisë, derisa qeveria si plotson kërkesat tona dhe kushtet tona. Kërkesat tona legjitime, ligjore, nuk dojmë dalë jashtë ligjit apo jashtë rregullorës. Ne nuk i thojmë qeverisë me dalë pe ilkurës. Me gjitha ato mundësi që ka qeveria me na ndihmu se qeveri tjera. Dhe qeveria përdesë nuk e din derën e organizatës veteran aqilet në onën e majt apo në onën e djathtë, atëherë ku më bashkuar me qeverinë? Do të thonë asnjë delegacion, asnjë zyrtar i qeverisë të kaluam me seksion detyrë, qysh me thon prej 2021-s nuk ka orë të jo në zyre. Pe 2021-s, edhe se Albini se ka qenë një 3 muaj, 4 muaj. Po 2020-ën. 2020 ka qenë kryeminist, nuk ka shkel komati në organizatën veteran luftës. Për herë parë Albin Kurti ka në 2019 me generalin Recep Selimin në zyrën time në ora 9:30. Si opozitor? Si opozitor ka ardhur, për shkak gjykatës speciale, kemi bisedu, unë i kam thonë ti pri për parën se i zoti, na i mas të ndash na po prim të marrën me neve. Kjo ka qenë. Fjala ime fund. Çka ka thonë atë? Ka thonë që ka zakon me rrejt apo me gëny. Pak ma bot po flas, me mashtru se Albin Kurti një mashtru shumë i madh. Tha nëse unë bëna kryetar qeverie, asnjë veteran i ushtrisë qendrore të Kosovës nuk do t'i përgjigjet gjykatës speciale. Unë nuk do ta lej me shku. Zoti kështu ka thonë, në takimin tim aty kemi qenë unë, Miqen Shala, Faton Klinoki, ka qenë Recep Selimi dhe Hasan Zeneli. Kemi qenë në takim në zyrën time. Hasan Zeneli apo Tera? Po Tera, falë. Edhe do citoj kryesisht çka ka thonë Albin Kurti, jo generali Recep Selimi, Albin Kurti. Edhe kemi diskutuar për gjykatën speciale me to. Edhe Albin Kurti është një mashtrues i madh, edhe këtu na ka mashtruar dhe Karrajt. Kjo është e vërtet. Unë më gjendem u ballavaçu me Albin Kurtin për 2019-ën, takimin që kemi pas. Kam fakte, kam argumente, është proces verbali që kemi çdo fjalë tina që kemi shënuar çka ka fol. Edhe mua jam i bu publike.